Ermal, të përshëndes, cilat janë të dhënat që kemi deri më tani nga seanca që po mbahet në apelin e gjykatës posaçme? Prej orës 10, në gjykatën e apelit të posaçëm është duke vijuar seanca për ndryshimin e masës sigurisë në drejtim të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, me kërkesë të këtij të fundit. Nga ana tjetër, në seancën e sotme, të parët që kanë mbajtur fjalën përballë gjykatës kanë qenë avokati mbrojtës të kryetarit të Bashkisë Veliaj, fillimisht ka përfunduar fjalën e tij avokati Ermir Beta, e tashmë është duke mbajtur diskutimet avokati tjetër Artur Selmani. Nga ana tjetër, të dy avokatët mbrojtës i kanë kërkuar gjykatës heqjen e masës sigurisë arrest në burg të caktuar ndaj Erion Veliajt prej datës 12 shkurt me vendim të gjykatës së shkallës së parë, saktësisht të gjyqtarit Erion Bani. Ndërsa ditën e sotme do të jetë gjyqtari i apelit të posaçëm Engert Pullumbi që pritet të vlerësojë dhe të vendosë mbi kërkesën e Erion Veliajt sa i takon heqjes së masës sigurisë arrest në burg të caktuar ndaj tij me dyshimin se është i përfshirë në korrupsion dhe në pastrim parash. Nga ana tjetër, në fakt pritet të jetë një seancë gjatë, pasi ende nuk kanë përfunduar fjalën e tyre avokatët mbrojtës të kryebashkiakut Veliaj, e më pas do të jetë vetë Erion Veliaj që do të kundërshtojë, le të themi, gjetjet e prokurorisë apo dhe vendimin e shkallës së parë që caktoi ndaj tij masën e arrestit në burg. Nga ana tjetër, më pas pritet të mbajnë fjalën e tyre përballë gjykatës edhe avokatët mbrojtës të paktën 4 biznesmenëve të cilët rezultojnë të përfshirë në dosjen ku u lëshuan masat e sigurisë ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, bashkëshortes së këtij të fundit, ku ajo, ndryshe nga Erion Veliaj, fillimisht u hetua në masën e arrestit shtëpiak, por më pas gjykata e ndryshoi këtë masë sigurie, duke i caktuar masën e detyrimit për t'u paraqitur në lidhje me akuzat e prokurorisë. Do të shohim në fakt në fund se kush do të jetë vendimarrja e gjyqtarit të apelit të posaçëm Engert Pullumbi, i cili është dhe gjyqtari që do të vlerësojë masat e sigurisë, apo do të vlerësojë mbi kërkesën e avokatëve mbrojtës të personave të dyshuar. E qartë, faleminderit Ermal Via për raportimin.